Okej, da ndalim pak tek ajo çfarë solli kjo fushat, Albinot. Se nuk flasim dot për fitues, se ju jeni hershë zgjedhore dhe nuk dua të cyt aty në mëkat apo në shkelje ligji. Trego pak analizën e fushatës. Si ishte kjo fushatë? Faktikisht është një situatë. Unë vërtet nuk jap distancohem maksimalisht, jap prognoza. Po, ti nuk e ke bërë asnjëherë këtë dhe e vlen për ta përmendur edhe në ditë normale ku unë kam pyetur bëj një parashikim, ti s'ke bërë, kështu që jam mësuar tashmë dhe nuk kërkoj parashikime ty. Ndryshe, mu nuk më rrok për arsye se jam pjesa një garniture politike, për rrjedhoj e kam një liri. Tani, çështja është që patëm një edhe diç të fushatës para zgjedhore, është pjesën e përpara që u provua me disa situata të krijojë një parafushatë e modelit. Dhe ka qenë në teren, ka qenë fushatë e qetë, më e kuruar nga gjuha, është ajo që më kalon përshtypje dhe për cilën gjithmonë kemi folur dhe me juve, krahasueshmërisht me non shkurtin vit 2025 ose 28 dhjetorin vitit 2025 që fushata ka qenë më agresive. Fatkeqësia ka qenë që në terrenin rrjetet sociale ka pas një përdorim të manipulimit madh me inteligjencën artificiale. Dhe është keqpërdorur fuqishëm. Nuk e di pse më duket për disa momente si kryeministri Rama me këtë punën e keqpërdorimit inteligjencës artificiale, rrjeteve sociale. Më ngjave pak me Ramën. Tani, me të vërtet ka qenë, dhe mund të ketë koincidencë në shpjegime edhe me kryeministrin Rama, për arsye se ka qenë, është vërejt kjo, dhe që është fakt, pavarësisht duhet pranohet si mirëqen. Si zgjedhor, deri më tani duket që është gjithsesi pa incidente, është i mirë, masovizim të kërkesës për të mbështetur dhe në forma në hapësira më të vogla duket që është organizuar, në hapësira më të mëdha në kuptimin tek korpusi politik shqiptar është më e pavrejshme, tek korpusi politik serb ju e pat, për shembull, që ka pas në mënyrë të organizuar votimi, që është spërputhje gjithsesi me rend demokratik, mirë po janë në Republikën e Kosovës dy rryma, dy subjekte politike të cilat po e mbajnë primatin e fuqisë për brenda korpusit elektoral djegjes. Është tek korpusi politik serb, lista serbe, dhe tek korpusi politik shqiptar, lëvizja vetëvendosje, të cilat gjithsesi po angazhohen në format të tyre maksimalisht që të ruajnë ose të kenë një pozicion të mirë për brenda këtij procesi zgjedhor. Gjithsesi, ajo që ka vlen për të theksuar dhe në vazhdimsi lavdëruar është që qytetarët në Republikën e Kosovës gjithmonë kanë treguar në raport me votën, pra edhe në këtë moslodhjen që përmendëm më përpara, një raport të kulturuar në raport me procesin zgjedhor dhe me votën si të tillë. E kuptoj, ndërkohë, Albinot, nisur nga ajo çfarë ndodhi se e kaluara me hetime, me arrestime, me deformime të votash brenda partisë, mendon që ka marrë masë KQZ-ja këtë herë për mos pasur skena të tilla? Unë kam pak doz skepticizmi në mundësinë për kohë të shkurtë që KQZ-ja cila në dy palë zgjedhje nuk është se ka dalë aq e suksesshme, ose edhe për non shkurtin, edhe për 28 dhjetor në vitin 2025, nuk ka qenë në krye të detyrës, me të gjitha ato problematika që rrëdhen, dhe kjo ka qenë jo në traditën e KQZ-s. Keni parasysh në vend që të kemi përparim që ka pas, është dëshmuar si mekanizëm më përpara, me non shkurt, me 28 dhjetor pas një regres të asaj të angazhimit të punës që e kishte KQZ-ja në Republikën e Kosovës. Lutem shumë, edhe pse po them prap jam skeptik për arsye të kohës së shkurtë dhe të